Tek ta adoleshentët dhe kur jemi tek këto tretmanet abuzive, ta themi, mosha 16, sidomos matura, janë edhe thonjët që bëhen shumë. Është një tjetër rrezik i rrezatimit direkt i asaj pjese shumë ndihshme të gishtrinjve. Sigurisht, nëse aplikimet tilla, tretmanet tilla bëhen në formë të vazhdueshme, ka studime që tregojnë që nëse në formë kronike, po e them kështu, pra çdo muaj për shembull, nëse do aplikohej gjatë jetës, ka studime që tregojnë që edhe ajo mund të shkaktojë melanoma akrale, pra të thonjve apo të gishtrinjve. Sepse është një prej pjesëve ku predispozitat e shfaqjes janë edhe tek këmbët edhe tek gishtrinjat e dorës. Duhet të shtoj diçka ndoshta në vend që të shkojmë t'i bëjmë tretman ashtu me atë aparaturën që ka rrezë ultraviolet, ekzistojnë llak që kanë brenda SPF. Dhe kështu janë me SPF, kështu që edhe bukur edhe të mbrojtur. Edhe të mbrojtur. Ja që sipas kam ditë që ka edhe llak me SPF. Do me thonë, këta e mora një informacion shumë i rëndësishëm për krejt vajzat që më në ndjekin. Ka edhe produkte për flokë që janë me SPF. Përveç kremit. Sa rënojmë, mësojmë, themin në Kosovë, doktoresh, se di si thoni ju Shkodra.